Mbramjet, në britjet e jonit, flasë si pleqë nga dalë. Këtë fundjavë në qytetin e Korçës uli si pari në festivalin ndërkombëtar Netët Korçare të Poezisë, një nga ngjarjet më të veçanta kulturore, e cila bashkon poet, artist dhe dashamirës të fjalës së shkruar nga vende të ndryshme të botës. Ky edicion i festivalit mirëpriti 34 poetë të njohur nga Italia, Franca, Izraeli, Monako, Greqia, Kosova dhe Shqipëria, të cilët sollën me vete jo vetëm vargje të frymëzuara, por edhe tingujt, ngjyrat kulturore të vendeve të tyre, duke kthyer Korçën në një qendër të dialogut poetik ndërkombëtar. Jetoj në një qytet që dremit dhe zgjohet mbi supin e një mali. Ky festival dhe qyteti Korçës ka mikpritur poet nga Shqipëria, Kosova dhe nga vende të ndryshme nga gjithë bota, duke shndruar ata në një festival ndërkombëtar. Festivali është i fokusuar mbi dialogun. Poezia gjithmonë ka shërbyer si një formë e thellë dialogu, si një formë dialogu që i shërben qytetit, i shërben mendimit, i shërben shoqërisë, kështu që përgjatë këtyre ditëve do kemi mundësi të dëgjojmë dialog përmes mendjeve të ndritura që janë sigurisht mendjet e poetëve, të shpirtrave të thellë njerëzor. Kështu që në këtë formë mendoj që ky festival sjell edhe një vlerë tjetër të vlerës së artit të dëgjimit, për cilën ne kemi shumë nevojë. Natën e parë të ftuarit u prezantuan për publikun duke interpretuar disa prej poezive pjesëmarrëse, ndërkohë që në natën e dytë të festivalit pritet të ndahen çmimet për poezitë më të spikatura, duke përmbyllur me nderime këtë garë poetike. Kjo është hera parë që unë vi në Shqipëri, sigurisht në Korçë. Jam shumë i lumtur që jam këtu dhe falenderues që më kanë ftuar në këtë aktivitet. E vizitova pak qytetin në ecje këtë pasdite dhe më bëri përshtypje që kishe shumë të rinj, por dhe shumë të moshuar, si një miksim. Më e rëndësishme për mua është paqja dhe këtë mesazh dua të jap sot. Është eventi Netët Korçare të Poezisë. Ky event kryhet çdo vit. Është hera e parë që unë marr pjesë dhe jam shumë e lumtur marr pjesë me një poezi të veçantë të presë përjetësisht. Shpresoj që poezia të përjetohet dhe të vlerësohet nga juria. Gjithsesi është nder i veçantë për mua të jem sot këtu. I lidhur me temën e këtij eventi, që është rrezë e drite, unë mendoj që çdo njeri që mbar dashurinë brenda vetes së tij është një rrezë e dritë për të gjithë të tjerët. Prandaj le të përpiqemi që të jemi rrezë e dritë e çmuar për të gjithë njerëzit. Netët Korçare të Poezisë janë kthyer në një pikë takim të rëndësishëm për poezinë bashkëkohore, duke shndërruar Korçën për disa net në kryeqendrën e artit poetik ndërkombëtar.